Në një nga zonat më të njohura dhe me qarkullimin më të lartë në qytetin e Vlorës, në zonën pra shkollës tregtare, prej vitesh është krijuar një situatë alarmante, e cila duket se është kthyer në normalitet të hidhur për banorët e zonës. Një grumbull i madh mbeturinash qëndron aty prej kohësh, duke u bërë pjesë e përditshmërisë së qytetarëve. Mbetje të grumbulluara në mënyrë të pakontrolluar, jo vetëm që krijojnë dotje vizuale, por përbëjnë edhe një rrezik të drejtpërdrejtë për shëndetin e banorëve, të cilët jetojnë shumë pranë aty. Edhe më problematike bëhet çështja kur merret parasysh fakti se poshtë kësaj zone kalon një rrugë me qarkullim të vazhdueshëm automjetesh. Çdo ditë qytetarët dhe vizitorët e Vlorës përballen me këtë pamje, e cila dëmton imazhin e një qyteti i cili aspiron zhvillim turistik dhe urban. Është e domosdoshme që autoritetet vendore të ndërhyjnë menjëherë, jo vetëm për të pastruar zonën, por dhe për të vendosur një zgjidhje të qëndrueshme që të mos lejojë përsëritjen e një skenari të tillë. Çështja nuk është vetëm në estetike, por një problem serioz i shëndetit publik dhe i menaxhimit urban.